Himara po kushton kaq shumë taksa paguesve shqiptar, a thua sikur aty po rindërtohen kopshtet e varura të Babilonisë. Radhën e ka ndërtesa e bashkisë, pa filluar akoma punë me 6 miliard lekë që i mori për këtë projekt më 11 nëntor 2025, biznesmeni Xhetan Dergjoni është thirrur sërish nga Dritana Golli. Tani për punime plotësuese. Nuk janë paratë e bashkisë, por të buxhetit të shtetit që i ndan kryeministri Rama gjoja për projekte turistike. Ku qëndron vlera turistike e bashkisë Himar? Një godinë trekaqe si konvikti ndonjë shkolle të mesme. Ky është projekti si do të bëhet Selia. Për ndërtimin dhe bojatisjen, firmat e Xhetan Dergjoni dhe Rinido Petriajt kanë marrë tenderin 6 miliard lekë. Por kjo nuk mjafton. Pas ka tender edhe për punime plotësuese. Më 14 prill 2026, biznesmeni Xhetan Dergjoni përfitoi me firmën e Agollit, drejtorit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, një tender me fond limit 1.6 miliard lekë. Projektuesi për të kënaqur shihet e Diramës ka bërë një kopsht të varur vertikal, jashtë godinës siç e bëri kryeministri kopshtin e Den në selinë e qeverisë. Projekti ka marrë dhe ankesa sportive të stadiumit të Himarës dhe i ka bërë obor për bashkinë. Përjashtuar momentin kur Edi Rama do vi aty për të bërë një photo of the day, minifusha nuk ka për të hyrë në punë. I vetmi ambient që do të funksionojë është kafeneja mbi hapësirën jeshile. Mungojnë baret dhe restorantet në Himar, duhet një tek obor i bashkisë. Ndoshta do të quhet Babilonia ose kopshti e Den. I njëjti model vjedhje, po ai drejtor, po ky kryeministër, po këta biznesmen shfaqen gjithandej. Një grusht firmash po pastrojnë paratë e korrupsionit të zyrtarëve përmes tenderave që zhvillon Dritana Golli. Në këtë seri prokurimesh të kushtueshme hyn projekti më i fundit i Himarës. Për t'i hapur rrugë të sigurt transaksionit, drejtori i Agolli ka zgjedhur t'i fshijë të gjithë konkurrentët. Skualifikimi i të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit. Kusht, fituesi nuk është operatori me ofertë më të ulët. Kështu e ka klasifikuar Open Data Albania këtë tender. Për shkak të shkeljeve të hapura, procedura është shënuar me flamur të kuq, që është sinjali i riskut të korrupsionit. Bëhet fjalë për tenderin përmirësimi i infrastrukturës së parkimit faza 2, ndërtimi i godinës së shërbimeve administrative Himar, punime plotësuese. Fondi limiti caktuar enkas për Xhetan Dergjonin është 156.6 milion lekë të reja. Formalisht tenderi është hapur më 6 mars 2026, ndërsa procedura është zhvilluar më 24 mars, ku kanë aplikuar 20 pjesëmarrës. I gjithë procesi është fasad, pasi fituesi ka qenë i paracaktuar. Kështu, oferta kompanisë Dergjoni SHPK për 1.174 miliard lekë pa përfshirë TVSH nuk ishte me ulta, por u shpall fituese. Siç vërehet nga formulari i njoftimit të fituesit, kompania Nika ka propozuar t'i bëjë këto punë me 989 milion lekë, por është i skualifikuar. Po ashtu, oferta më të ulta ka dhe firma MF Invest Group SHPK, 1 miliard lekë e skualifikuar. Ndërsa bashkimi i operatorëve Ray SM Company, Aurora Construction SHPK ka ofruar të bëjë punën me 1.1 miliard lekë. Në nivel më të ulët është dhe oferta 2 në SHPK me vlerë 1.173 miliard lekë, gjithashtu e skualifikuar. Duke parë preventivin e punimeve, lind dyshimi se shpenzimi po përsëritet brenda disa muajve në të njëjtin objekt. Janë 1.6 miliard lekë për punime tavani dhe suvatimi, bojatisje, dyer dhe dritare, hidrolizim elektrike dhe hidraulike. Po, me legët që u morën në nëntor, çfarë po bëhet? Ky tender është ela mbi bisht, pasi në nëntor 2025, kompania ka marrë kontratë me vlerë afër 6 miliard lekë për rregullimin e zyrave të bashkisë Himar dhe ndërtimin e parkimit nën toksor. Më konkretisht, bëhet fjalë për tenderin me objekt përmirësimi i infrastrukturës së parkimit faza 2, ndërtimi i godinës së parkimit nën toksor dhe godinës së shërbimeve administrative Himar Godina e Re. Projekti ka fond limit 5.749 miliard lekë pa TVSH dhe financohet nga buxheti i shtetit për vitin 2025-2027. Oferta fituese ka 450 milion lekë më lart se sa të tjerat.